Përshëndetje, po ndihni faqja 4, unë jam Jeta Kasimi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë më gjërësisht zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative, do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Do të ndalemi tani më gjërësisht në zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme me dron për gjatë 24 orëve të fundit. Në prag paradës së fitores në Moskë, dronët ukrainas goditën aeroportet e kryeqytetit rus. 4 aeroporte u mbyllën përkohësisht duke shkaktuar kaos. Kremlini u përgjigj duke sulmuar disa qytete të Ukrainës dhe duke lënë pas kështu 4 viktima. Rusia ka bërë të qartë se nuk do të jap fund luftës në Ukrainë pa përmbushur më parë qëllimet e saj territoriale. Një shkëmbim i jashtëpër sulmesh mes Rusisë dhe Ukrainës ka tronditur këtë të marrë qytetarët e dy vendeve duke lënë pas viktima dhe dëme të mëdha. Për të dytën natë radhazi Ukraina sulmoi me dron Moskën dhe qytetet e tjera ruse. Kremlini tha se kishte rrëzuar 105 dron Ukrainas. Si pasojë e sulmit të ushtrisë ukrainase, 4 aeroporte dhe kryeqytetet rus u mbyllën përkohësisht duke shkaktuar kaos. Sulmi i ushtrisë ukrainase mbi Moskë vjen vetëm 3 ditë përpara se në kryeqytetin rus të mbahet parada e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj nazizmit, ku pjesët e saj do të jenë lider nga e gjithë bota. Vladimir Putin kërkoi një armpushim traditor me spalve e thirrje, të cilën Ukraina i quajti një manipulim. Guvernatori rus i rajonit Kursk tha se forcat ukrainase kishin vrarë 3 persona në këtë rajon mëngjesin e kësaj të martë. Nga ana tjetër, Moska intensifikoi sulmet e saj mbi Ukrainë, duke goditur qytetet Sumi, Kharkiv dhe Odesa dhe duke lënë pas 4 viktima. 3 persona u vranë në Sumi dhe 7 të tjerë mbetën të plagosur. Një tjetër person humbi jetën në qytetin Odesa si pasojë e breshërisë së dronëve dhe raketave ruse. Kremlini e ka bërë të qartë se nuk do të jap fund luftës në Ukrainë së shpejti dhe pa përmbushur synimet e tyre territoriale. Nga ana tjetër, edhe Kievi zyrtar thotë se nuk do të lëshojë territoret e pushtuara për paqe, duke treguar kështu se konflikti më jashtëpër në Europën lindore që prej luftës së dytë botërore nuk do të përfundojë së shpejti. Mike Pence, ish zëvendës presidenti amerikan, administratën e parë të Donald Trump kryqëzon ish shefin e tij me kritika duke nisur nga lufta në Ukrainë tek tarifat tregtare të vendosura për shumë shtete. Pence thotë se presidenti amerikan duhet mbështes hapur Ukrainën në luftën e saj, ndërsa për tarifat, Mike Pence thotë se do të shkaktojnë rritje të inflacionit. Ish zëvendës presidenti amerikan Mike Pence përgjatë administratës së parë të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë kritikoi republikanin për lëkundjen e mbështetjes së Washingtonit ndaj luftës që Ukraina po bën për liri. Pence, i cili tha se kishte takuar Vladimir Putin dhe kishte studiuar leadershipin e tij, u shpreh se kreu i Kremlinit nuk dëshiron paqe dhe se e vetmja dëshirë e tij është pushtimi i të gjithë Ukrainës. Mendoj se nëse 3 vitet e fundit na kanë mësuar diçka, është fakti se Vladimir Putin nuk do paqe. Ai do të zotrojë Ukrainën. Fakti që jemi këtu gati pas 2 muajsh, pas një marrëveshje armpushimi të cilën Ukraina e pranon dhe Rusia vazhdon të vonojë dhe të jap justifikime, konfirmon diçka të tillë. E njoh leadershipin e Putin, ai do vetëm pushtetin. Në këtë moment duhet të bëjmë të qartë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të udhëheqin botën e lirë, duke i ofruar Ukrainës mbështetjen e duhur ushtarake që ajo të mund të zbrapsë pushtimin rus dhe për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Mike Pence foli edhe për luftën e tarifave që Donald Trump i shpalli botës, duke thënë se diçka e tillë nuk do të ishte mirë për ekonominë amerikane. Kam shqetësimin se me thirrjen e presidentit për tarifa me bazë të gjerë si kundër miqve ashtu edhe kundër armiqve, në fund të fundit ajo çfarë po bën administrata është ja përparësi politikave të reja industriale që do të sjellin inflacion, do të dëmtojnë konsumatorët tanë dhe në fund do të dëmtojnë edhe ekonominë tonë. Ish zëvendës presidenti amerikan kritikoi edhe faljen që Donald Trump ju bëri mbi 1500 personave të përfshirë në trazirat e 6 janarit në Capitol Hill, duke thënë se heronjtë e vërtet atë ditë ishin njerëzit me uniformë që mbrojtën Kongresin amerikan. Duhet ju them se u zhgënjeva thellësisht shumë kur pash presidentin Trump të falte njerëz që u përfshin në dhunë kundër oficerëve të zbatimit të ligjit. Ai ka çdo të drejtë sipas kushtetutës që ta bëjë diçka të tillë, sigurisht të gjithë ne e dimë këtë. Megjithatë, nëpërmjet këtij akti, ai dha mesazhin e gabuar. Pentagoni Amerikan po bën shkurtime drastike në ushtrinë e vendit, madje duke prekur edhe gjeneralët më të lartë të këtij shteti. Administrata e Trump po i paraqit ato si një përpjekje për efikasitet, por kritikët i konsiderojnë si hapa drejt një ushtrie më të polatizuar. Që prej marrjes së detyrës, sekretari i mbrojtjes ka ndërmarrë hapa për të larguar çdo program ose drejtues që mbështet diversitetin transgjinorët dhe gjithashtu ka kërkuar ndalimin e shërbimeve për këtë kategori dhe ka vendosur një standard uniform të aftësisë fizike për të gjitha pozitat luftarake.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth ka urdhëruar forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara që të shkarkojnë 20% të gjeneralëve me 4 yje që janë në detyrë, në kuadër të një vale shkurtimesh të thella që administrata Trump i paraqet si përpjekje për efikasitet, por që kritikët i konsiderojnë si hap drejt një ushtrie më të politizuar. Në një memorandum të zbuluar nga mediat amerikane, Hegseth njoftoi gjithashtu shkurtimin e 20% të pozitave drejtuese në gardën kombëtare, si edhe një reduktim shtes prej 10% të gjithë gjeneralëve dhe oficerëve të flotës me një yll apo më shumë, ndër pozita që pritet të preken janë ato në marinë, ekuivalente me gradat më të larta të ushtrisë. Këto masa vijnë pas largimit të më shumë se 6 gjeneralëve të lartë nga presidenti Trump ose vetë Hegseth që nga janari. Hegseth ishte shprehur më herët se këto shkurtime nga puna reflektojnë dëshirën e presidentit amerikan për të pasur rreth vetes njerëzit e duhur që do të zbatojnë qasjen e re të sigurisë kombëtare. Që prej marrjes së detyrës, sekretari i Mbrojtjes ka ndërmarrë hapa për të larguar çdo program ose drejtues që mbështet diversitetin në radhët e ushtrisë, që ka kërkuar ndalimin e shërbimit për persona transgjinor dhe ka nisur ndryshime rrënjësore për të vendosur një standard uniform të aftësisë fizike në të gjitha pozitat luftarake. Aktualisht në ushtrinë amerikane shërbejnë rreth 800 general, ndërsa vetëm 44 prej tyre mbajnë gradën me 4 yje. Ushtria ka numrin më të madh të generalëve, 219, përfshirë 8 me gradën më të lartë. Pavarësisht se numri i përgjithshëm i generalëve përcaktohet me ligj, Kongresi nuk është njoftuar paraprakisht për këto ndryshime përveç një njoftimi shumë të shkurtër të dhënë pas ditën e së hënës. Këto shkurtime vijnë si pjesë e një presioni më të gjerë për ulje shpenzimesh, të drejtuar nga administrata Trump dhe Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë, i drejtuar nga aleati i tij Elon Musk. Kreu i Kristian-Demokratëve Gjerman, Friedrich Merz, ka dështuar në Bundestag ku nuk mori dot mandatin për formimin e qeverisë së re. Dështimi erdhi për 18 vote të munguara që mendohet të ishin të social-demokratëve të Scholz. Ngjarja e paprecedent nuk ka ndodhur në Gjermani që prej vitit 1949, nëse Bundestagu dështon të zgjedhë një kancelar të ri brenda 14 ditësh, presidenti atëherë shpall zgjedhje të reja. Friedrich Merz, fituesi zgjedhjeve të 6 shkurtit në Gjermani për të marrë rolin e kancelarit, dështoi këtë të martë të merrte mbështetjen e Bundestagut gjerman për t'u mandatuar në këtë rol, edhe pse kishte nënshkruar një marrëveshje koalicioni me Qendrën e Majtë. Në procesin e votimit të fshehtë, Merz kishte nevojë të merrte 316 vota nga 630 ulëse që ka Bundestagu gjerman, por dështoi të siguronte këtë mbështetje dhe mori vetëm 310 vota. Ishin 18 deputet që nuk mbështetën Friedrich Merz për të marrë rolin e kancelarit. Ky dështim i udhëheqësit konservator shihet si i pashembullt në historinë moderne gjermane. Hera e fundit kur kishte ndodhur diçka e tillë, kishte qenë vitin 1949 pas luftës së dytë botërore. Analistët politik në Gjermani thonë se ajo çfarë ndodhi këtë të martë ishte një poshtërim i shkaktuar ndoshta nga anëtarët e social-demokratëve të ish kancelarit Olaf Scholz, të cilët janë në koalicion me CDU-CSU-n. Media gjermane shkruajnë se jo të gjithë anëtarët e social-demokratëve ishin dakord për këtë koalicion. Bundestagu gjerman ka tashmë 14 ditë për të zgjedhur një kandidat për kancelar me shumicë absolute. Mediat raportojnë se raundi i dytë i votimit nuk do të mbahet këtë të martë. Nëse përgjatë këtyre 14 ditëve proceset e votimit për të zgjedhur Merz dështojnë, atëherë presidenti gjerman sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja kombëtare. Pas këtyre zgjedhjeve, kandidati me më shumë vota emërohet në mënyrë direkte kancelar. Alternativa për Gjermaninë, partia ekstreme të djathtë në këtë vend, e cila doli forcë dytë në zgjedhjet e mbajtura në muajin shkurt, duke marrë mbi 20% të votave, bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në vend. Në mbar botën për gjatë orëve të fundit janë mbajtur parada për të festuar 80 vjetorin e çlirimit të botës nga pushtimi nazist dhe pamje emocionuese kanë ardhur nga Londra me një spektakël shumë ngjyrësh, por sigurisht e gjithë vëmendja ishte fokusuar tek familja mbretërore dhe kur flasim për të dhe faktin për t'u bërë viral lidhet kryesisht pikërisht me princin Louis, i cili është bërë shpeshherë viral për pamjet që ofron për gjitha kamerat që ndodhen në zonë, qoftë me sjelljet e tij apo qoftë edhe me xhestet apo mimikat e fytyrës së tij. Dhe kësaj here, princi Louis ka zgjedhur që të imitoj vëllain e tij George, duke u bërë kështu viral në mbar rrjetet sociale dhe duke rikujtuar botës edhe fëmijërinë e Prince Harry. Gjitha kjo e lidhur me faktin pasi edhe Prince Harry kur ka qenë i vogël është xhiruar pikërisht në këto momente. Sipas kësaj video që tregohet, përtej ngacmimit ose le të themi lojës me të vllajën, është parë edhe me babain e tij, princin William, teksa e pastronte xhaketën e tij. Louis është 7 vjeç dhe është çamarogu i familjes, është djali i vogël i Prince William dhe princesh Catherine, pra dukës dhe dukeshës së Wales. Ata kanë 3 fëmijë. George është i madhi, është djali i parë në fakt i familjes dhe të dy së bashku duket në fakt se ka një
një marrëdhënie tipike vllazërore. Mund vetëm ta imagjinojmë se çfarë ndodh në shtëpinë e cila është pallat, në fakt, në rastin e familjes mbretërore. Dhe është shumë interesant në fakt sepse edhe mediat britanike e kanë krahasuar Louis dhe më parë me Prince Harry në dukën e Sussex, pasi dhe Harry në fëmijërinë e tij shpeshherë vendosej në qendër të headlines të titujve të mediave britanike për, le të themi, faktin që ishte mjaft gatrestar dhe çamarok, edhe në krah edhe të Lady Di, princesh Dianës së Ndjerë shpeshherë dukej. Në fakt, të gjithë së bashku, bashkë me mbretin Karl III dhe mbretëresh Camillën, ndoqën edhe procesionin në kuadër të 80 vjetorit të fitores aleatëve në Europën e pushtuar, në fakt një ngjarje e cila përkujtohet çdo vit, dhe ajo që ndodh është një shfaqje e jashtëzakonshme nga Red Arrows, janë shigjetat e kuqe, të cilat lëshojnë edhe tymin tradicionalisht të kuq, të bardhë edhe blu, dhe edhe këtë vit ishin 1000 anëtar të forcave të armatosura nga Marina Mbretërore, Ushtria Britanike dhe Forcat Ajrore Mbretërore me 23 avion që formonin dhe fluturimin e forcave ajrore mbretërore. Kjo ceremoni u pa nga mira njerëz në shesh, por njëkohësisht edhe nga familja mbretërore që bën përshëndetje nga balkoni, siç ndodh tradicionalisht. Për të parë të tjera momentet të cilat kanë marrë vëmendjen e gjithë botës, dhe këto na vijnë pikërisht nga rripi i Gazës, ku do doja të rikujtoja se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka shpallur se do të vijojë një aneksim dhe një pushtim total të territorit, duke larguar kështu edhe çdo palestinez të mbetur, të cilët në fakt janë duke përjetuar dhe bombardimet dhe sulmet e erpashershme të ushtrisë izraelite, të cilët ndodhen në fakt në pjesë prej tyre në disa zona të rripit të Gazës, ku disa prej tyre kanë xhiruar dhe kanë realizuar këtë video që shohim në ekran këto momente. Është një gender reveal, në termin anglisht, apo e thënë ndryshe zbulimi i gjinisë së foshnjës, e cila është kthyer tashmë në një traditë në kohët moderne dhe mjaft trend në rrjetet sociale, ku çiftet dhe mamat shtatzanë zbulojnë gjininë e foshnjës së tyre, duke kryer, le të themi, edhe ashtu si e përzjedhin ato, ndoshta nxjerrin në një tymi dhe ngjyra tregon se cila është gjinia e bebit. Por në rastin specifik kjo video në fakt është shoqëruar me mjaft kritika dhe është parë, le të themi, në një tjetër prizëm mjaft ronditës për ata palestinezë të mbetur në rripin e Gazës që kanë dëgjuar edhe shpërthimin e një bombe, pa e ditur se çfarë po ndodh, me frikën se mund të sulmoheshin ata. Në fakt ishte një bombë që mbante edhe tymin blu, e hedhur pikërisht nga miqt e ushtarit izraelit që do të bëj baba, për të zbuluar dhe gjininë e fëmijës së tij, dhe ata brohorasin duke thënë se është djalë fëmia i ardhshëm, dhe më pas e kanë xhiruar dhe e kanë postuar vetë në rrjetet sociale. Do doja të rikujtoja se sipas informacioneve nga Gaza zyrtare, janë 18.000 fëmijë të cilët kanë humbur jetën si pasojë dhe luftës që prej 7 tetor 2023, 12.400 gra dhe njëkohësisht 2.180 familje të cilat janë të zhdukura të tëra, duke i dhënë edhe një tjetër peshë në fakt këtij momenti dhe kësaj videoje. Brutaliteti i ushtrisë izraelite në këtë moment ka ndjeshëm për rripin e Gazës, qëndron tek fakti se ka zgjedhur të bëjë një shpërthim pikërisht pra një zone civile ku civilet janë të terrorizuar nga bombardimet intensive të ushtrisë izraelite, e cila ju rikthye luftimeve që prej 18 marsit, pikërisht pas përfundimit të një faze armpushimi e cila lejoi lirimin e disa pengjeve, por 59 të tjerë mbeten ende të mbajtur nga Hamas, i cili së fundmi ka deklaruar se nuk do të ketë asnjë shans sa i përket negociatave për një armpushim, duke qenë se Izraeli ka marrë vendimin për të pushtuar të gjithë territorin e enklavës palestineze, me Tel Avivin që thotë se po e bëjnë diçka të tillë, në fakt për të shtuar presionin ndaj Hamas që të lirojë këto pengje dhe kriza humanitare, sipas Tel Avivit zyrtar do të zgjidhet, por nga ana tjetër Kombet e Bashkuara kanë ngritur alarmin për civilët, duke thënë se nëse ata shkojnë drejt zonave të militarizuara për të marrë ndihmë nga kompani private, atëherë jeta e tyre është në rrezik. Rikujtojmë se Izraeli ka qenë totalisht i gatshëm që të lejojë një zhvendosje totale në enklavën palestineze, të palestinezëve të cilët jetojnë atje prej më shumë se një vit e gjysmë luftë, diçka që është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara, dhe pritet me shumë interes edhe vizita e Donald Trump për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në enklavën palestineze, ndonse organizatat botërore kanë quajtur një akt të tillë, një akt paralajmërimi për gjenocid. Pra zhvendosja e detyruar e civilëve është një akt i cili nuk tolerohet në ligjin humanitar ndërkombëtar. Me atë që cilësuar në fakt edhe si deklarata e presidentit amerikan, atë që cilësohet në fakt si programi i tij për ta kthyer dhe rripin e Gazës në një rezort të shpallur vetëm disa muaj më parë, teksa pritet se çfarë do ndodh pas vizitës Donald Trump në linjën e mesme, për kuptuar edhe se nëse do të nisi edhe veprimi i lajmëruar i Izraelit në lidhje me pushtimin total të rripit Gazës. Por ne do të shkojmë për të parë disa pamje të cilat na vinë në një zonë jo shumë larg, pikërisht
Jo me informacionet fundit, nuk do duhet që presidenti të shpallë zgjedhje të reja në Gjermani, sepse Friedrich Merz ka fituar tashmë një votim parlamentar për të bërë kancelar në përpjekjen e tij të dytë disa orë pas humbjes së paprecedent, e cila ishte e para që për vitin 1949 në Bundestag. Në një seancë të organizuar me nxitim këtë të martë, 325 ligjvënës votuan për të miratuar kancelarin e ri, më shumë se 316 që ishin të nevojshme, pra shumica e nevojshme. Merz kishte humbur më parë me 6 vota gjatë ditës, një pengesë tronditse që shënoi një kthes tjetër një periudhë të vështirë pak sigurie për vendin, por tashmë ai është zyrtarisht kancelar i miratuar gjerman dhe nga presidenti i vendit. Mirë, do të ndalemi tani tek zhvillimet rajonale, tek ngjarja e rëndë ndodhur pikërisht ditën e sotme në Kosovë. Një turk që jetonte për rreth një viti në Prizren me familjen ka vrarë vajzën e tij 15 vjeçare dhe ka plagosur vajzën tjetër më të vogël. Tragjedia ka ndodhur në banesën e tyre. Policia tha se 44 vjeçari i arrestuar i ka goditur me thik 2 vajzat e tij. Motivet e këtij krimi të rënd mbeten ende të paqarta. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mëngjesin e kësaj të martë në Prizren, ku dyshohet se babai, shtetasi turk Mehmet Gorenc, ka vrarë vajzën e tij, 15 vjeçare, ndërsa ka plagosur edhe vajzën tjetër, 10 vjeçare. Lëndime ka pësuar edhe ai vet, si edhe shoqja e tij, 35 vjeçare. Ka qenë zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, shaqer Bytyqi, që ka bërë të ditur se autori dhe viktimat janë shtetas turk me banim të përkohshëm në Prizren. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:57 të kësaj të marte, ndërsa informacionin policia e ka marrë përmes telefonit. Informatori ka njoftuar se ngjarja është shënuar në rrugën Shote Galica dhe se aty ndodhet një person i lënduar, por ambulanca nuk mundi t'i japi ndihmën pasi autori ndodhej me thik në dorë. Në atë drejtim janë nisur 4 patrulla policie. Policia ju ka përgjigj vendit të ngjarjes, ka provu së bashku me emergjencën me ofru ndihmën e parë mjekësore, mirë po viktima veç ka qenë me fatalitet, ndërsa 2 viktima tjera ju është ofru tretman mjekësor. I dyshuar, i cili po ashtu ka lëndime, është në mbikëqyrje policore, mjeti me cilin dyshohet si është kryer vepra është në vendin e ngjarjes, njësitë relevante janë në vendin e ngjarjes, tu i kryej gjitha veprimet koordinim me prokurorinë themelore. Në vend ngjarje, më pas është kuptuar se shtetasi turk me vit lindje 1981 ka goditur me thik 2 vajzat e tij, njëra 15 vjeçare e cila ka mbetur e vdekur me një herë dhe tjetra lënduar rënd, e cila ndodhet në qendrën spitalore në Prishtinë për mjekim të specializuar, por jashtë rrezikut për jetën. Shtetasi turk është arrestuar dhe policia ndërkohë ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Kryeprokurorja thekson se për këtë familje nuk ka patur raste dhune të raportuara më herët. Ajo që vlen të theksohet është fakti që nuk kemi pas të raportuar ndonjë rast apo të ketë qenë hetime për ndonjë rast çfarë do qoftë, apo as dhun familje as ndonjë rast tjetër për këta persona. Familja turke është vendosur në Prizren rreth një vit më parë, ndërsa ata jetonin në një banesë të marrë me qira. Shumë biznese do të falimentojnë nga rritja e çmimit të energjisë në Kosovë. Oda ekonomike bën thirrje për shtyrjen me një vit të rritjes së çmimit. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga 1 qershori të gjitha kompanitë e mëdha me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Oda ekonomike e Kosovës ka kërkuar nga institucionet e vendit që të shtyjnë të paktën për një vit hyrje në fuqi të vendimit për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike për bizneset. Drejtuesi i Odës ekonomike Lulzim Rafuna tha se bizneset kanë filluar të marrin ofertat e para dhe gjëja e parë që është vënë re është çmimi shumë më i lartë se sa është paguar deri më tani. Dhe ofertat e para që kanë ardhur të gjitha bizneset, të gjithë sektorit, janë mbi 200% më shtrejt se sa çmimi i energjisë elektrike që kanë marrë deri më sot. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor të gjithë kompanitë e mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri i tyre është mbi 1000. Aktualisht, këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim me energji Kesko, si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmime të rregulluara nga Zyra e Rregullatorit për Energji, ndërsa nga 1 qershori, kompanitë e mëdha duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmime të parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Rafuna tha se ky vendim duhet të shtyhet për të paktën një vit, pasi sipas tij kjo do të shuante shumë biznese. Aktualisht në tregun e lirë të Kosovës janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizim me energji elektrike, shumica prej të cilave janë nga Kosova, por ka edhe kompani nga rajoni.
Nga 1 maj kanë hyrë në fuqi tarifat e reja me një rritje prej 16.1%. Këto tarifa do të vlen edhe për bizneset që kanë nën 50 punëtor apo nën 10 milion euro qarkullim. Arben Taravari ka kohë deri në fund të muajit maj për dhënë përgjigje nëse do të bashkëpunoj me Bashkimin Demokratik për Integrim për zgjedhjet lokale apo do të vazhdojë të qëndrojë në koalicionin e qeverisë së Mickoskit. Por zëvendës kryeministri Izet Mexhiti thotë se me këtë lëvizje Taravari ka shkelur besën dhe gjithashtu edhe fjalën e dhënë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti ka reaguar pas takimit të së hënës mes kryeministrit Hristian Mickoski dhe kreut Aleancës për shqiptarët Arben Taravari. Sipas tij, Taravari ka shkelur besën dhe fjalën e dhënë. Izet Mexhiti është drejtuesi i Lëvizjes Demokratike, një parti e re në skenën politike në Maqedoninë e Veriut, pjesë e koalicionit Vlen, i cili tashmë është shkrirë në një parti dhe nga e cila ka dalë tashmë Taravari. Qëndrimin e tij Mexhiti e shprehu edhe përmes një postimi në rrjetet sociale. Kur shkelet fjala e dhënë është thyer buka, e buka që thyet nuk ngjitet, as me takimet një pas njëshme, as me afate një mujore, sepse besa nuk është thjesht një zotim, ajo është një garanci nderi që në histori ka qenë më e fuqishme se çdo dokument ligjor. Një ditë më parë, takimi mes Mickoskit dhe Taravarit rezultoi pa epilog, por mediat në Shkup raportojnë se fryma ishte konstruktive. Mickoski mësohet këtë dhënë afat deri në fund të majit që Taravari t'i jap përgjigje pyetjes së madhe, a do të bashkëpunojë me BDI-n për zgjedhjet lokale apo do të vazhdojë të jetë pjesë e koalicionit qeveritar. Në tryezën e bisedimeve nuk janë hedhur plane apo opsione të tjera shtesë përveç këtyre të dyjave. Prononcime për mediat pas takimit nuk pati asnjë palë. Më herët kryeministri Mickoski deklaroi se Taravari ka 2 opsione, në qeveri për reforma dhe ndryshime ose me ata që për 2 dekada kriminalizuan shtetin, referuar këtu BDI-s Ali Ahmetit. Taravari po ashtu tha se nuk ka marrëveshje me BDI-n dhe se kur të ketë nuk do të synojë të jetë më pjesë e qeverisë. Ish zëvendës presidentja e Shtetit të Bashkuara Kamala Harris, e cila u paraqit me një fustan bardhë zi, një ndër daljet e rrallat Kamala Harris, e cila vishte një fustan pasi kryesisht në politik ajo është njohur si zonja e kostumeve, pikërisht edhe për shkak të 4 viteve të saj në rolin e rëndësishëm të zëvendës presidentes, por gjithashtu edhe për shkak të fushatës së gjatë dhe të ngjeshur elektorale. Janë pikërisht këto fotot Kamala Harris, cilat sigurisht kanë marrë shumë reagime në rrjet me dashamirës të saj, të cilët e pëlqejnë, le të themi zëvendës presidente, dhe kanë thënë që ka zgjedhur një look mjaft elegant. Sepse në vetvete ajo është kthyer në ikon, patjetër të mbështetësve të demokratëve, por përtej asaj edhe të komunitetit të njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një simbol frymëzimi, dhe gjithashtu duhet marrim parasysh edhe faktin që pas humbjes së zgjedhjeve në 5 nëntor, Kamala Harris mbajti një profil deri në një farë pike të ulët, duke mos bërë shumë dalje publike. Deri në kthimin e ktherimit që bëri javën e shkuar. U zhvendos në Kaliforni së bashku me bashortin e saj, pra u largua nga Washington DC dhe bëri vetëm 2 fjalime, 2 dalje të fundit publike dhe në to kritikoi Donald Trump për 100 ditë. Vërtet ishte një video e cila u publikua fillimisht disa javë pas zgjedhjeve në Instagram dhe javën e shkuar kemi parë Kamala Harris, e cila tha se po kërcënon vlerat e qytetërimit amerikan me vendimet e tij që ka marrë deri më tani, duke kritikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në atë që mediat e konsideruan përpjekja e Kamala Harris për t'u rikthyer në skenën politike, ndërkohë që ka diskutime nëse ajo do të jetë në garën për guvernatorët e Kalifornisë apo do të zgjedhë që të kandidojë sërish në vitin 2028 për presidente. Besoj nuk do ndodhi diçka e tillë, demokratët kanë marrë mësimin e tyre dhe mbi gjitha e kanë bërë shumë të qartë që nuk do ta zgjidhin si parë edhe rezultatet. Ndërkohë përqendruar tek tapeti zi dhe shkallët e Met Gala të vit në fakt, Rihanna rikthehet pasi është partnerja një prej bashkëkryetarëve e A$AP Rocky. Po kur t'ja priste mendja se Rihanna do shfaqej në tapet me barkun e rumbullakosur, duke lajmëruar për të gjithë botën shtatzaninë e saj të tretë, vetëm 21 muaj pasi solli në jetë edhe djalin e saj Riot. Rihanna dhe A$AP Rocky kanë 2 fëmijë, Riza dhe Riot. Riza është 3 vjeç, Riot 21 muajsh. Rihanna tashmë është sërish shtatzan dhe foli pikërisht për momentin mjaft të lumtur të jetës së saj, duke u qëndruar larg mbi garkesës së punës, pasi përveç se një këngëtare dhe gjithashtu aktore e njohur, Rihanna është edhe një sipërmarrëse mjaft e suksesshme me disa nga kompanitë e saj të grimit, të flokëve, të veshjeve, të lingerie, pra ka një sër, le të themi, ajo ka patentuar të gjithë emrin e saj. Është kthyer në një brand, në një kompani më vete. Rihanna është një kompani më vete tashmë. Por duhet thënë se njerëzit u befasuan. Sepse prisin album dhe ajo zgjodhi të bënte sërish fëmijë, bëhet fjalë për fëmijën e tretë të artistes, e cila zbuloi edhe shtatzanin pas disa muajve të vështirë kur partneri i saj pati një gjyq. Ne donim që ti të prodhoje një album, por ti na befasove dhe së bashku me partnerin tënd soll të jetë
gati për cilë një fëmijë tjetër. Qëndrojmë edhe pak te Met Gala dhe do të shohim në fakt një ndër personazhet më të kritikuara së fundmi është Katy Perry, e cila pas udhëtimit të saj në hapësirë udhëtimit komercial i cili zgjati vetëm pak minuta, rikthye në tokë për të marrë një valë kritikash nga qofshin ata kolegë të saj apo persona që në fakt janë shumë të interesuar për ndjekur lajme të tilla të inovacionit në teknologji, në astronautik apo edhe në argëtim. Katy Perry u përballë në fakt me faktin se si së bashku me 5 gratë të tjera kishin shkaktuar një ndotje të jashtëzakonshme natyrës edhe mjedisit, u rikthye në tokë dhe u kritikua dhe vijoi në fakt torneun e saj Life Times. Por disa pamje u bën virale të Katy Perryt, e cila duke se kishte marrë pjesë në Met Gala. Janë foto të gjeneruara me inteligjencë artificiale të këngëtares me veshjen e cila ishte planifikuar dhe ishte dizenjuar nga stilisti i saj, por që Katy Perry nuk pati mundësi që të ishte prezente në Met Gala për faktin se ishte duke zhvilluar dhe turneun e saj Life Times në kuadër të publikimit të albumit të fundit, edhe vetë këngëtare në fjalë i ka publikuar këtë foto duke specifikuar që janë inteligjencë artificiale, por nuk është hera e parë, edhe vjetë në ngjarjen e ngjashme Met Gala, Katy Perry sërish postoi një foto me inteligjencë artificiale. Pra mund parim pjesë në ngjarje me inteligjencë artificiale, sepse ishte aq i pabesueshme të kuptosh që Katy Perry nuk ndodhet aty, unë isha gati të thoja sa bukur që nga veshur. Edhe në fakt shumë njerëz kanë thënë një të ngjësali, shumë njerëz e kanë cilësuar Katy Perry si një ndër personazhet të stiluara më bukur në kuadër dhe të tematikës Superfine Tailoring Black Style. Ai kanë vendosur pikërisht në ato listat e personazheve me veshjen dhe stilin më të bukur të këtij viti, dhe gjithashtu vendos në vëmendje se me çfarë ritmi po zhvillohet inteligjenca artificiale sa që është totalisht e padukshme dhe e pakuptueshme që është thjesht një foto e gjeneruar. Ka qenë pikërisht to edhe disa nga pamjet më të bukura që kanë ardhur nga Met Gala apo jo? Edhe zhvillimet, le themi, edhe diskutimet e fundit. Kam përshtypjen se me këtë kemi ardhur edhe në fund faqes 4. Kemi ardhur në fund faqes 4 edhe për ditën e sotme, por ne ju rikujtojmë se për trejat më të fundit mund të klikoni në çdo kohë në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do të jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.